Nëse do duhet të zgjidhje një aksesor të vetëm për partit e fund vitit, çfarë nuk do ta lije pa marrë me vete? Dhe kjo të shërbej si një sugjerim dhe për ata që janë duke na ndjekur. Unë mendoj që për djemt është pak e vështirë, për djemt mendoj që një aksesor që do ishte shumë i bukur me cilin mund të luanin pak do ishte spila. Unë personalisht jam fiksuar këtë periudhë, do jem pjesë e një baleti, të cilit doja ti bashkangjisja 3-4 spila dhe mendoj që janë diçka shumë e bukur dhe diçka unike. Pra nuk sheh shumë djemt cilët apo zotrinj të cilët luajnë me këto aksesorë që e komplimentojnë veshjen. Ndërsa për vajzat mendoj çanta. Okay. Me të një çantë e bukur jo në formën e një bagetet, kuptohemi, po një çantë në formën e një peshku, ose në formën e një peshke, ose breshku, ose pemë viti 3. Unë mendoj që çantat të cilat janë pak festive, pak unike në materiale, janë gjithmonë nisin biseda dhe po u nis biseda, aty thyet akulli me çdo klient, edhe departamenteve që ndoshta nuk i ke takuar më përpara, që shuhen në rregull.